Hoxha, që është kjo ngjarje? Tu të ndalim, pastaj nëse kemi në një fjali për. Kjo është një ngjarje simbol, në fakt, për mënyrën se si, sepse është edhe qarku aty që janë disa raste të tilla që nuk po gjejnë dot zgjidhje. Dhe mbi të gjitha kanë dëshmuar që sistemi nuk ka funksionuar. Ngjarja e fundit për vrasjen e Krishnik Mojecit dhe bashkëshortes së tij, sepse është vrarë dhe bashkëshortja e tij dhe kjo e ka bërë ngjarjen dhe më të rëndë. E ka nxjerrë dhe jashtë atyre kontureve të justifikimit që jo po ishte kanuni, jo po ishte hakmarrja. Pra, është vrarë mbi të gjitha dhe një grua në këtë ngjarje. Tani, Zallafilla është në 2016. Autori kryesor i dyshuar për këtë ngjarje, i cili është viktima pra është djali i viktimës 2016-s, i Genc Mihillajt. Pra, në atë kohë që ishte vrarë babai ka qenë 13 vjeç. Nga mosha 13 vjeç. Deri sot? Deri sot. Ka shkuar çështja në shkallën e parë në Lezhë, në Shkodër. Shkodra i kanë nxjerrë të pafajshëm. I ka liruar, se kanë qenë të arrestuar 3 vëllezrit. Pra, si ne kanë nxjerrë të pafajshëm? Pra, 3 vëllezrit Mojeci. I kanë nxjerrë këta të pafajshëm. Kanë shkuar në apel, e ka çuar prokuroria. Apeli i Shkodrës nuk e ka pranuar ankimin e prokurorisë. Ka shkuar në gjykatën e lartë. Gjykata e lartë e ka kthyer çështjen në apel për ta gjykojë një trup tjetër gjykuese. Vendimi i gjykatës së lartë është marrë në 2024. Nga viti 2016 deri në 2026, ai fëmia nga 13 vjeç është bërë 23, i rritur me mllëf, me urrejtje, duke parë këtë padrejtësi që i ndodh, atëherë ka gjetur këtë mënyrë ta zgjidhë. Ka marrë dy kushërinjt e tij, pra dy djemtë të xhaxhait, i ka dalë në prit, ngjarja është shumë e ngjashme me atë që ka ndodhur në 2016. Në atë kohë viktimës i kanë dalë, i kanë bllokuar rrugën, e kanë qelluar, e kanë vrarë. E njëjta gjë ndodh tani. Ndryshimi vetëm në këtë rast është që kanë shkuar me 2 makina, e kanë qelluar në breshëri. Unë nuk e di a kanë pasur objektiv atë bashkëshorten e të ndjerit, e Krishnik Nuk besoj, po Mojecit, por fakti mënyra si është qelluar me makinë duket që është një duf dhe një mllaf jashtëzakonisht i madh. Ata mbasi i kanë bllokuar ecjen makinës së viktimës, ka hapur zjarr, domethënë nuk kanë përdorur as maska, e kanë bërë ngjarjen ditën, janë larguar dhe me njëherë policia ka shkuar mbas ditën nga ora 4. Në vendin i kanë para se shkonin në shtëpi ata, shkretët. Pra, policia e ka gjetur me njëherë se ka shkuar te shtëpia e Hasmit dhe si ka gjetur aty. Nga i moment janë bërë kamerat e Ka qenë qartë se kush. Dhe kanë dalë që janë këta 3 persona. Tani, kjo është një vrasje që nuk ka thjesht 2 viktima, pra 2 të vrarët. Po të 3 këta djemtë e rinj kanë mbyllur jetën e vet. Se të 3 janë 23, 22 dhe tjetri është mi mafën, ata 36 vjeç. Të 3 kanë mbyllur jetën. Sepse kanë hapur një zinxhir hakmarrje tani dhe vetë gjyqësie, sepse mbi të gjitha është vrarë dhe gruaja aty. Dhe kjo e nxjerr pastaj nga shinat, edhe atë që ne i quajmë vetë gjyqësi. Do të thotë që s'ka dallim më. Dhe të mos pasurit dallim, pastaj është problem jashtëzakonisht i madh dhe ti si shtet Jo se vetë gjyqësia së lishme, patjetër. Kur ti se ke zgjedhur dot kështu, pra 10 vjet, sa u rrit fëmia, nga fëmijë u bë burr dhe mori pushkën e shkoi vet, tani që të mos na ndodhi ajo që na ndodhi te gjykata e apelit. Që erdhi burri huaj nga Dukagjini dhe e vrau gjyqtarin mes Tiranës. Në rastin konkret, ta s'kam pritur nga gjykata, kam vajtur e kanë zgjidhur vetë, kanë bërë vetë gjyqësi, siç tha Entoni. Dhe kjo është tash një ngjarje jashtëzakonisht për pasojat që sjell mbrapa, jo thjesht për dy, edhe kaq mjafton për të patur një bilanc jashtëzakonisht të rëndë. Është disa ta ngjarje që ndodh në rrethin në qarkun e Lezhës, që kanë pothuaj të njëjtën vimësi dhe qasja që duhet të kenë agjencitë tona zbatimit ligjit aty, duhet të ketë një plan, një strategji, si do të veprojmë që të parandalojmë. Në momentin kur nuk veprojnë agjencitë e zbatimit ligjit dhe drejtësia, ata e zgjidhin vetë. Dhe zgjidhja është kjo, shkon vret dhe gruan. Shkon vret dhe gruan e tjetër. Ka lidhje fare me hakmarrjen pastaj me këto. Se në momentin e parë u duk si atentat tip. Ata kanë kërkuar ta vrasin. Mafios. Ata s'janë fshehur, ata e kanë bërë. Ai lëvizte gjithmonë me gruan. Domethënë duke edhe në si them për ta marrë përsipër. Për ta deklaruar që po ne e bëm këtë gjë dhe e bëm për këtë punë. Dhe kjo është pasojë akoma më rëndë kësaj ngjarje. Ndërkohë, mund të vinë në mask, mund ta gjinin në makinë. Po ata kanë bërë për ndër. Po jo më i ka pas mllaf, më burrë rritur me mllaf i ka vajtur. Do vihet drejtësia dhe mbaroi. Ai ka shkuar, ka dalë mes ditës e ka bërë atë punë. Ai ishte vetë gjyqësi. Vetë gjyqësi. Dhe duhet i ndajmë të dy gjëra. Ata kanë qenë në një proces për vrasjen e babait. 2 shkallë gjykatës i nxorën pafajshëm këta, viktimat e tënjeshme. Gjykata e lartë e pa dhe e ktheu procesin e para.
Dhe procesi u kthye nga e para prap dhe tani është në apel, po apeli s'punon më. Se drejtësia ka dështuar. Dhe ata nuk mund të prisin 10 vjet pritën për drejtësi, ndoqën shkallë dhe gjyqin në durim dhe pastaj humbën durimin. Kjo është vetëgjyqësi, unë s'po them që ata bën mirë, por kjo nuk është gjakmarrje. Gjakmarrja është kur pavarësisht drejtësisë të vjet drejtësia ti vepron. Ne s'kemi drejtësi dhe kjo është vetëgjyqësi. Dhe për të janë bashkëautor ata që kanë dhënë vendimet e pafajësisë dhe ata që nuk bëjnë gjyqin sot. Hoxha, ç'është kjo ngjarje? Tani, Tu të ndalim, pastaj nëse kemi ndonjë fjali për kjo është një ngjarje simbol në fakt, për mënyrën se si, sepse është edhe qarku aty që janë disa raste të tilla që nuk po gjejnë dot zgjidhje. Dhe mbi të gjitha kanë dëshmuar që sistemi nuk ka funksionuar. Ngjarja e fundit për vrasjen e Krishnik Mojecit dhe bashkëshortes së tij, sepse është vrarë dhe bashkëshortja e tij dhe kjo e ka bërë ngjarjen dhe më të rëndë. E ka nxjerrë dhe jashtë atyre kontureve të justifikimit që jo po ishte kanuni, jo po ishte hakmarrja. Pra, është vrarë mbi gjitha dhe një grua në këtë ngjarje. Tani, Zallafilla është në 2016. Autori kryesor i dyshuar për këtë ngjarje, i cili është viktima pra është djali i viktimës 2016-s, i Genc Mihillajt. Pra, në atë kohë që ishte vrarë babai e ka qenë 13 vjeç. Nga mosha 13 vjeç deri sot ka shkuar çështja 10 vjet domethënë. Ka shkuar çështja në shkallën e parë në Lezhë, në Shkodër. Shkodra i kanë nxjerrë të pafajshëm, i ka liruar, se kanë qenë të arrestuar 3 vëllezrit. Rasin e kanë nxjerrë të pafajshëm. Pra, 3 vëllezrit Mojeci. I kanë nxjerrë këta të pafajshëm. Kanë shkuar në apel, e ka çuar prokuroria. Apeli i Shkodrës nuk e ka pranuar ankimin e prokurorisë. Ka shkuar në gjykatën e lartë. Gjykata e lartë e ka kthyer çështjen në apel por ta gjykojë një trup tjetër gjykuese. Vendimi i gjykatës së lartë është marrë në 2024. Nga viti 2016 deri në 2026, ai fëmia nga 13 vjeç është bërë 23, i rritur me mllëf, me urrëtie, duke parë dhe këtë padrejtësi që i ndodh, atëherë ka gjetur këtë mënyrë ta zgjidhë. Ka marrë dy kushërinjtë e tij, pra 2 djemtë të xhaxhait, i ka dalë në prit, ngjarja është shumë e ngjashme me atë që ka ndodhur në 2016-ën. Në atë kohë viktimës i kanë dalë, i kanë bllokuar rrugën, e kanë qelluar, e kanë vrarë. E njëjta gjë ndodh tani. Ndryshimi vetëm në këtë rast është që kanë shkuar me 2 makina, e kanë qelluar në breshëri. Unë nuk e di a kanë pasur objektiv atë bashkëshorten e të ndjerit e Krishnik Nuk besoj, po Mojecit, por fakti mënyra si është qelluar me makinë duket që është një duf dhe një mllëf jashtëzakonisht i madh. Ata mbasi i kanë bllokuar ecjen makinës së viktimës, ka hapur zjarr, domethënë nuk kanë përdorur as maska, e kanë bërë ngjarjen ditën, janë larguar dhe me njëherë policia ka shkuar mbas ditën nga ora 4 në vendin i kanë para se shkonin në shtëpi ata, shkretët. Pra, policia e ka gjetur me njëherë se ka shkuar te shtëpia e Hasmit dhe si ka gjetur aty.